Ura e mesit vion të mbetet një ndër pikat më të preferuara turistike të Shkodrës. Çdo ditë aty mbërrin vizitor nga Kosova, por edhe nga vende të tjera të rajonit e Mëxhër, për të parë nga afër këtë moment të veçantë të trashëgimisë kulturore. Turistët shprehen të mahnitur nga arkitektura e urës, peizazhi natyror dhe bukuritë e lumit Kir, duke cilësuar këtë vend një kombinim unik të historisë me natyrën. Jemi orë për Kosovës, rreth i Prishtinës. Në Shkodrën ne kemi pikën ma frekuente, shumë shpesh vim. Shkodra, në Shkodrë gjithçka na pëlqen njerëzit, mikpritja, kultura, monumentet historike, ka shumë çka në Shkodrë. Te ura mesit një ngrehurinë arkitektonike jashtëzakonshme që ka mbetur kohës, jashtë për japë mëzër më këthy të kalumen pak, shumë bukur që është rujtë, që është konzervu. Kjo është hera tretë, patjetër e sugjerojmë edhe vinë mish, që edhe veç i kam sjell 6 persona e me arë tash, që nuk kanë qenë asnjëherë, i kemi sjellun edhe zoja ime. No, 3. Është hera 3 që vi këtu. Më pëlqen shumë Shqipëria. From Czech Republic. First time here? Unë vi nga Republika Çeke. Kam 4 ditë në Shqipëri. Më pëlqen shumë çdo gjë këtu. Natyra, uji, liçeni. Kemi vizituar disa vende në Shqipëri. Sot kemi ardhur këtu tek ura mesit për ta vizituar. Është hera e parë që vim këtu, por na pëlqen shumë. E sigurt që do të kthehemi sërish për të vizituar me miqtë tan apo familjen. For now, Canyon awesome. Yeah. We really enjoy it. Për vizitorët ky destinacion është tashmë një ndalesë e detyrueshme për ata që vizitojnë Shkodrën. Ura e mesit po kthehet çdo vit më shumë në një pikë referimi për turizmin kulturor dhe natyror të Shkodrës, duke dëshmuar potencialin e madh që ka rajoni për të tërhequr vizitor nga brenda dhe jashtë vendit.